prej kojt ke orë? Kemi u këtu prej Prishtinës për me përcjell ndeshjen finale mes Interit dhe Parisit, dhe shpresojmë që sot ta dërgojmë Milano kupën e 4 në historinë e Interit. Pse tifozi Interit, Ollo? Pse çka të shtyjti? Tifozi Interit nga Ronaldo, fenomeni i papërsëritshëm, i cili në periudhën cilën ka luajtur në Inter ka bërë që shumë tifoz sot ta përkrajnë Interin, vazhdojnë ta përkrajnë. Çfarë emocioni kiti jashtë? Raport që po vjen me përcjelljen e finalet Interit, a e kanë edhe në ashan 2010-ën? Është finalja e dytë brenda 3 viteve, para në Stamboll para 2023-ën në ndeshjen të cilën fatkeqësisht e humbëm finalen nga City, kemi përcjell bashkë si grup, po ashtu edhe gjysmëfinalen e këtij viti fitoren kundër Barcelonës, cilës ja shënum 7 golla. Çfarë emocione ki që tash për finalen, apo shpreson mos mu përsërit ai e 2023-s? Emocione shumë pozitive, edhe sot sigurt që e dërgojmë kupën në Milano. Kristian Aslani, masi është shqiptari joni, shpreson që ka me pas disa minuta me lut, pasi që ka luajtur në Serie A. Aslani pjesën e fundit kampionat ka pas ma shumë minuta, mirë po dihet se në pozitën e tij ka një konkurrent shumë të fortë, siç është Hakan Çalhanoğlu, edhe është e vështirë me gjetë hapësirë, po shpresojmë që sezoni i ardhshëm do të ketë më shumë hapësirë, do të vazhdojë të qëndrojnë. Një mesazh për fund? Edhe Forca Inter, edhe i përshëndet gjithë interistat nga Kosova, të cilët nuk kanë pas mundësi të sigurojnë bilet, pasi që kërkesa ka qenë shumë e lartë për bileta, edhe ndeshja finale të Champions League-s dihet se është e vështirë me siguru bilet. Shënjestër.net